Ne do kemi një intervistë në këto momente me Kismet Metën, një personazh që u bë shumë interesant ditët e fundit, pas asaj që përmendi kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Partisë Socialiste për atë që ai e kishte antarësuar në Partinë Socialiste në vitin 2003. Ne do ndjekim një insert, një video kur zoti Rama e ka përmendur zotin Kismet Meta në një nga takimet e tij në seksionin e Partisë Socialiste, në grup seksionin e Partisë Socialiste në degën numër 2 në Tiranë, dhe më pas ne do kemi intervistën me zotin Meta. Kismet Meta. Kismet Meta. Eksakt. E shef që do të po, Musa, Kismet. Edhe Kismeti mu bë Kismet. Po, eksakt. Mu bë Kismet Meta, eksakt. Po, edhe Meta, të dyja bashkë. Mirë, Musa, rrofë. Në këtë falën në Narja, se Darja thoshte ishte Qimi, po jo mëse unë me mbaja mund, ishte një emër do me thënës quasi biblik, s'mund tjetë Qimi emër biblik. Kismet. Po edhe shkëllqimi bukur. Shkëllqim është nga këto emrat e partisë, shkëllqen ylli partizan. Shkëllqim, Kismet. Kismet Meta, eksakt. Burimi shumë burimi. Pastaj e bëm në televizor. Shumë burimi, ai më regjistroi gjithë qef, pastaj u prej shkreti kur kuptoi që regjistroi një diversant, që u futën. Faleminderit, kthehemi në studio. Kismet Meta, njeri mrekullueshëm që antarësoi Edi Ramën në Partinë Socialiste. Unë e kam përballë zotin Kismet Meta, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Edhe ju falenderoj ju. Si e pritët atë? Befas, kryeministri dytë natës, shkon atje dhe kërkon kush antarësoi. T'ju them të drejtën, unë nuk e kam ndjekur drejt për drejt. Lajmi i parë për këtë vlerësim, më ka ardhur nga Amerika. Nga Amerika? Po, Jet Kola. Më bëre kam këtu mesazhin. Po. Edhe thotë të përgëzoj për punën që ke bërë në 2003-shin. Po. Edhe fjalë më të mira. Dhe pastaj ju azhornova me vlerësimin që bëri zoti Edi. Si ka qenë historia? Sepse ai tha që unë erdha në shkovat e Dega 2. S'pare herë pranimin e partisë nuk i bën individi. I bën organizata socialiste. Po ju jeni kështu të rregullt? Ashtu. Pa i ta dedikonte ty dhe ti ishe minjos. Unë merita e kryetarit është që të njoftoj organizatën, dhe të mbledhë organizatën. Hajde organizim, hajde më, po. Kështu e ka statuti i partisë. Po? Unë njoftova, mori në telefon Musa Ulqini, si kryetari qytetit Tiranës. I Tiranës, i Partisë Socialiste të Tiranës. Të Tiranës. Po? Dhe më thotë, a mund të njoftosh organizatën se keni një ngjarje të shënuar? Sigurisht është unë. A mund ditën? 2003 më ditë, muaj? Ditë nuk e maj, pranverë ka qenë. Pranverë, e viti 2003. Bile maj men që ka qenë që një ditë para u pranu Partia Socialiste në internacionale. Dhe urimi që u bë nga ish kryetari, Fatosnano, u bë mbas mbledhjes së organizatës për Edin që u pranu në parti. Po? Ju ishit kryetari? Unë ishe kryetari organizatës 17-13, se kështu i kishim me qenë... 17-13? 1713. 1713? Sepse, si mas qendrave të votimit, ashtu kishim dhe organizatat socialistë. Çfarë profesioni ty? Çfarë punë e bëni ty? Në radhë parë bënin punën e fushatave. Po jo, ju vetë personalisht, çfarë profesioni keni? Pse ishit ju kryetar? Unë ishe kryetar sepse ishe banorja sa e Ilaçi. Ku banorja? Në njësinë numër 2. Po fix, qa rrugë? Rruga Mjal Grameno. Rruga e njohur Mjal Grameno. Afër baletit, po themi aty? Ballë për ballë me shkollën e baletit. Po pse pikërisht aty Edi Rama? Sepse Edi Rama kishte shtëpinë me qira në atë zonë. A, ishte me qira atëre Rama? Kishte shtëpinë me qira. Ku në cilën zonë? Fix? Këtë ish trikotazhi. Te ish trikotazhi i famshëm, atje godina e famshme që futesh pastaj rrugën e qytetit studentit. Po. Dhe unë kishte gjithë numrat e telefoneve të organizatës. Po. Dhe mërna 2 orëve i njoftova të gjithë që kemi mbledhje në orën 12. 12, ditën tjetër? Atë ditë. Atë ditë? Hajde organizim, hajde që pas ke pasur? Organizim të përsosur. Po? Unë mlodhëm, naturisht me entuziazëm. Po pse me entuziazëm? Po ishte kryetari i bashkisë i Tiranës, pranoi një personalitet, nuk pranoi aty ishte bë. Fantastike kjo. Po, erdhi vetë? Ne kishim
erdhi 10 minuta para. 10 minuta para. Erdhi mbledhje, mori pjesë në mbledhje ashtu. U bë pranimi, u votua dhe u pranuan parti. Tani votimin më thuaj pak, më të lutem. Votimi me entuziazëm 100%. Me unanim. 37 antarë të Partisë Socialiste që kishte organizuar. Me zero. Me zero kundërshtime. 37 pro dhe 0 kundër. Sjerimi një gjë që kur unë kam marrë organizatën nga viti 1995, kishte 14 antarë. 14 antarë. Dhe gjithë ishin trashëgimi nga Partia e Punës. Të gjithë antarë, gjithë komunistë. Dhe kur është pranuar Rama, ishin 37 antarë, dhe nga këta kishin ngel vetëm 12 të vjetër. Dhe mua, kur jam pranuar, më thoshin kemi zgjidhur këtë djalin. Këtë djalin, sepse ata ishin... Sa vjeç ishit ju kur ishe? Unë ishe 50 vjeç, ata ishin 60-70. Kurse kur e kam lënë organizatën, më mirë kur është pranuar zoti Rama, mua më thoshin kemi kryetar Xhaxhi Kismetin. Xhaxhi Kismetin. Sepse altarësia ishte kriteri. O, sa burr kjo. Sot sa vjeç jeni? Sot jem 77. Të bësh 100. Faleminderit. Tani, u pranuar Rama, ç'a të tha? Në kafe u bë mohabeti më shumë pastaj. Mas pranimit. Mbas asaj shkon në kafe. Shkon në kafe. Kush e pagoi kafet? A që u pranon parti? Të gjithë ju dha kafe? Po, të gjithë. Ju qerasi? Po, me kafe, netëm rreth një orë, bile zgjati më shumë kafja se sa mbledhja e organizatës. Po mbledhja sa zgjati? Zgjati gjysmore. Gjysmore. Po si e prezantove? Ti mbajte fjalimin në mbledhje? Po kishte një formular atëherë. Kishte një formular. Po. Ka bërë kërkesë zoti Rama për të pranuar parti. Po. Është një njëri se është kryetari i bashkisë, se gjithat kishin marrë pjesë fushat, 100% antarët e organizatës kishin marrë pjesë fushat. Po. Dhe nuk pati probleme, më shumë dorë trokitje dhe ngritje në krah. Entuziazëm. Tani një gjë nuk kuptova unë. Pse nuk e doni Ramën, sepse ai mendonte që unë do futem në PS dhe se do garonte për kryetarin. Tani unë do ta ndaj në dy pjesë këtë. Mos jaro. Antarësia e thjesht e ka mirëpritur Ramën krahapur. Edhe mbasi është pranuar, ata që mjinin në Tiranë, po pse? Më përqafonin që është bërë një punë e mrekullueshme që Edi Rama është futur në Partinë Socialiste. Po pse? Po kishte ndonjë nga këta strukturat, që si me shaka, po si shtemin e shaka e gjysmë të vërtetës, ç'na e bëre peshesh. Ta thoshin këtë. Ka pas. Tani këtu do të them diçka unë ty. Partia Socialiste asaj kohe kuptoi njerëz serioz, njerëz me ca rregulla. Tani Edi Rama kokën e ruante zero, me çorapet kuqe. Një grua le, një merë. Tani, si e pranove ti në antar të Partisë Socialiste? Shiko, kështë dëshur shumë situata. Në 2003 nuk ishte më ajo organizat Partia Socialiste që gjykonte këto gjëra. Ishte krejt ndryshe, u thash edhe një fillim. Ishte modernizuar dhe ju? Jo, ishte antarësia. Ishte antarësia e re. Domethënë, ishte minorancë fryma vjetër. A e di cila ishte përgjigja e disa, po themi, studiusve që bëni studime thelluara, e pëlqenin Edi Ramën, jo për çarapet e kuqe, jo për kokën që ruante zero dhe e qete zero, por se ai dinte t'i bënte opozit dhe opozicion Sali Berishës. A ishte kjo? Ishte plotësisht e vërtetë. Ishte plotësisht. Ai dinte Sali Berishës fort. Ai dinte të bënte edhe fushat, dinte edhe të fitonte zemrat e njerëzve, ashtu, por mbi gjitha ishte këmbgulës. Tani e tregoj koha. Këta që ishin lart pse nuk e donin. Fatos Nano, ata aty pritjer i kanë tarësohu njërë te Kismet Meta. Tani, unë nuk mund të them një përgjigje të saktë në këtë çështje, sepse unë nuk bëje pjesë të strukturat e larta të partisë. Ti ishe thjesht një kryetari i një grupi... Kryetari i një organizate socialiste. Që më lote një qendër votimi, dhe si thua, përgjegjësia ime ishte që bashkë me organizatën të dalë sa më mirë zgjedhje në favor të Partisë Socialiste. Këto strukturat e larta pastaj i dinë më mirë ata që i kanë gjykuar. Tani, mbas bisedës që bëhet aty, çfarë tha në kafe? Çfarë tha Rama? Sepse ai tregoi një mirënjohje të madhe pardje. Unë mirënjohjen e vlerësoj, po mirënjohje takon gjithë organizatës. Mban në një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar?
diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Buri Duka, Po? diskutoj, Jeta, një Thanas i moshuar që ka bërë diskutim Perl, Po? është megjithëse ishte mbi 70 vjeç, Po? por ka diskutuar si të ishte Juve çfarë thatë për Ramën kur morët fjalën? U thash që Zoti Rama e njihni gjithë, S'ka nevojë ta prezantoj. s'ka nevojë ta prezantoj. Po? Tashti Zoti Rama më thotë 2 llafe, edhe pastaj foli 2 llafe shkurt, siç flisën në rrezat. Jo në Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje, ë? Atje shkurt fare. Do të thënë ka pasur këtë tregori kujdesshëm. Shkurt Se tani kur merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë dhe të mush me njerëzve. Që ke një ramis ti e paska goditur në shenjë me emrin tënd, Kismet Meta. Tani, ç'ne ky emri i veçantë Kismet, se ai thash emër biblik tha. Ka një domethënie. Po. Ne kemi ardhur nga Çemenika në Elbasan. Nga zona e Në vitin 1947. Po? Në Elbasan, fëmia e parë që kam lindur kam qenë unë. Po pse Kismet? Sepse ishte fat që erdhëm në një vend më të mirë, Po? edhe ishte fat Edhe ta punim me Kismet. kanë ardhur me vrap për të vuar emrin që mos vijë emër tjetër. Kush e ka vënë emrin? Një kushëri. Kushëri. Kismet. Kismet. Dhe sa Kismet kanë në Shqipëri? Po, unë nuk njoh të tjerë. Rrezik jeni i vetë. Unë nuk njoh. Emër biblik thënë. Duhet të ketë. Po Meta, se mos ke gjë në lidhje me Ilirmetën. Jo, jam nga Çemenika, Meta është nga Skarpari. Po e di unë që është nga Skarpari, se ande janë vetë. Edhe unë e di që ande jeni, edhe po Shqipëria do dalim të njohur, pastaj Po Shqipëria nuk është e çudi që ti je edhe ti me origjinë nga Skarpari, ë? Jo, nuk do të jem nga Skarpari. Nuk do të jesh. Do të jem më nga Veriu. Nga Veriu? Më nga Veriu sepse ka shumë biemra Gjoni. Tani, mbaroi e pranove Ramën. Ç'a ndodhi pastaj? Ai bëri jetë partie të organizata jote? Bëri jetë partie si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët. Kjo na ka bërë shumë përshtypje. Në atë kohë diskutoi shumë. Që sa zgjidhen në forumet e larta të partisë dhe nuk dinë në cilën organizatë janë pranuar. Diskutohej. Nëse ti ke pasur rregull. Ashtu. Rregull ishte detyruar. Edhe ndjeja për ta zbatuar. Bravo. Çfarë profesioni keni? Agronom dhe ekonomist. Agronom dhe ekonomist. Po. Po në atë kohë ju ishin në pension kur e pranuat Edi Ramën. Jo, ishte 50 vjeç, ishte 50 vjeç atë ditë. Atë ditë. Atë ditë do të ishin në punë. Jo, ishte në punë private. Ishin në punë private, në shtet. Punoja në një firmë. Po pse s'kishte dhënë Partia Socialiste në punë shtetë? Po gjithë s'rregullohen dot. Nuk ça kryetari pas ka qenë ti tip në vërtet, pas ka pasur drejt Rama. Dhe ju kishit një aktivitet privat? Jo, ishi i punësuar në një firmë private. Tani, jeta e zotit Rama në organizatën tënde, çfarë sillej mirë të dëgjonte apo përgjithsisht nuk ka diskutuar në organizatë. Dëgjonte. Po vinte mbledhje? Ne i bënim rrallë mbledhje. Nuk bënim mbledhje si dikur, muj. Ihan 3 muaj me rast fushatash. Po, sigurisht. Si thush, partia po kthehej në parti elektorale, jo në atë partinë me rregulla strikt, të mlidhemi për muaj, të bëjmë diskutime kështu. Rrallë mlidheshim, po në ato mbledhje vinte. Tani ai vuri kandidaturën për kryetar partie. Po. Ç'a ndodhi? Ishte e pritshme. Për ne ashtuan atje, ajo foto është unikale. Për ne ishte e pritshme. Për ne, si organizatë. Po? Ishte e pritshme që të bëj kryetari i partisë. Që të bëj kryetare? Që të bëj. Se në fillim humbi? Fillim humbi. Humbi me sukses? Po, për ne e përcollim me dhimbje, nuk e përcollim me gëzim. Qa thua? U mërzite? Po. Po i tha gjë Gramos Ruçit Fatostanos? Mendimin tonë e kemi shprehur. Ja ke shprehur? E kemi shprehur. Çfarë i that? I tham që këti i takon. Ka drejtuar Tiranën në mënyrë të shkëlqyer. Po drejton Tiranën. 2003 kjo? 2003. Atëro Bëgara. Po? Këto mendime i kemi shprehur. Ja, dhe shefi tuaj Musa Ulqini, se Musa ishte djalë përshëmbarje. Me Musa kam respekt të veçantë, edhe sot e kësaj ditë i them ti je kryetari im. Po po ku është ai? S'është as deputet as gjë, e keni lënë kështu Musa? U bë deputet 3 herë. Apo mbaroi. Musa ishi i ri tani? Je shumë i ri, jo. Sa vitesh? Je shumë i ri. Se ka kontributa dhe ka vlera në Partinë Socialiste. Ka vlera dhe s'ja mohon kush. S'ja ka mohuar kush.
Po Rama kur kishte një gjë tha Musaj më gjeni tha. Musa bëj ca gjëra tha dhe po se e di që Musaj si kryetar partie ishte ku do ndodhur. Musaj. Njeri që fitonte zemrat e njerëzve. Tani Rama humbi, ç'a ndodhi pse? Asgjë. Nuk do në një tragjedi e madhe. Aty ishte, do fitonte prap. Garoi në 2005. Garoi në 2005. U zgjodh kur fitoi garën dhe u zgjodh kryetar. Patjetër. E ke takuar mbas asaj kohe? Unë në 2000 mas 3 vjetësh konkurova për të punuar në bashki. Po? Në drejtorinë e kontrollit territorit. Po? Dhe fitova konkursin. Po, e takove Rama? E takova se drejtoria ku unë punoja varet drejt për drejt nga... Po ti e takove para se të garoja apo pas? Pas. A i zinde gjë që kishe garuar ti? Asgjë nuk ditë që kam garuar. Dhe të takoj? Vetëm kur është bën mbledhja e drejtorisë së kontrollit territorit. Të pa aty? Më pa aty. Po? Dhe këto kanë qenë këta. Ishte... Çfarë të tha? Urime, kaq. Jo, nuk të kujtoj që shikon se ti më ke pranuar në parti? Jo, nuk bëm të tillë. Jo. Po, më pas kur u zgjodh kryeministër? Kur u zgjodh kryeministër, gjëja që më ka lënë, që e kam dhe sot si kujtim të veçantë, ishte në Vorë. Po? Kur u zgjodh kryeministër, dhe mbasi gjysmore bëj një mesazh. E uroj. Suksese, jam i lumtur që u zgjodhe kryeministër. Mas 2 minutash ka marrë në telefon. A, në telefon? Në telefon. Dhe çfarë tha? Dhe më tha, mes qindra urimeve, unë veçoj urimin tënd. Urimi jot është më i sinqerti që kam marrë deri tani. Si të thrisë Rama? Gjigant. Gjigant, ë? Unë i thoshe gjigant vetëm një ka. Ti i thoshe edhe nga ana fizike. Po nga fizike, po tjetër. Nga ana fizike. Se unë këtu i vija ti. Tani, nga 2013 ai ka marrë 3 mandate dhe i kërkon 4 mandate. Shumë kontentur, ë? Unë mendoj që është në kohë për të fituar mandate e 4 dhe meriton. Ju tani jeni për strukturat e partisë? Unë jam antar i Partisë Socialiste, se më shkput as i dit nga Partia Socialiste. Normal, kryetari nuk shkputet. Se më shkputur. Po, kam ndërru vendbanimin dhe jam në njësi 5. Po atje je organizuar? Jo, i zgjedhur jo, se tashti. Mosha? S'ka nevoj për 77 vjeçar Partia Socialiste. Ka nevoj atje të rinë, po e pyetën t'jap këshill, po se pyetën 3 urt. Një i kryetari opozitës është Stefani. A është kryetari madh? Po flasim me kryetar të vegjël. Po, si mendon, si e ka drejtuar Partinë Socialiste Edi Rama? A ka shërbyer ajo që ju e antarësuat në Partinë Socialiste për mirë? Në perceptimin tim e ka drejtuar më mirë në të gjitha kohërat. Kush ishte më i mirë, Fatos Nano apo Edi Rama? Për mua, po Edi Rama. Këtë nuk do ta marr si shenjë servilizmi? Jo, nuk kam asnjë lloj kërkese tani për të bërë servilizmin edhe për të bërë karrierën. Po mund të kesh të fëmijët e mi për të mbesa. Mund të kesh interesa tani. Asnjëherë nuk e kam lidhur këtë çështje me interesa. Unë personalisht. I takojnë brezit tjetër, brezit idealistëve. Asnjëherë se kam lidhur. Ju mendoni që e ka drejtuar mirë Partia Socialiste? Ka flet vetë fakti që ka fituar 3 mandate. Që në kësaj partie i ka fituar. Tani nuk është se ka ecur dhe aq mirë punët kësaj qeverie dhe kësaj partie, se me një 10-20 arrestuar nga Spaku dhe personalitetet larta, si e përcjell këtë? Ne përdorim një llaf. Çdo dash varet nga kam të veta. Që do të thotë? Që do thotë secilit marr përgjegjësinë për vete. Po bën shumë? Le të bëhen edhe më shumë le të bëhen, por rëndësi ka që po tregohet vendi. Po si? Kjo është e veçanta. E veçanta është që ne kemi jetuar 34 vjet në demokraci. 35, ashtu, edhe herë e parë që po shohim që politikanët vijnë para drejtësisë. Se gjithmonë politika i ka marrë në sjetull, i ka mbrojtur dhe e ka përçmuar drejtësinë, e ka goditur drejtësinë. Herë e parë që po ndodh, edhe kjo është diferencë shumë e madhe. Edi Rama ka faj për këto? Nëse e quajmë faj, në kujdes në përzgjedhje. Kujdes më i madh në përzgjedhjen e jetës. Ai ka përzgjedhur atë. Po pra. Do të di si ishte kjo? Por, se ti e përzgjedhën Edi Rama. E futën në ama s'ka marr as rast në sjetull njëri që gabon ose akuzohet. Bile është shumë. Unë nuk paktën nuk. Ani ata bën Ametaj, derisa u fut Spaku në lojë, në sjetull mbante. Kur u fut Spaku,
ai nuk hidhet fal. Se nuk e kupton ai? Më fal, një drejtues nuk mund të survejoj varësit e vet. Po një drejtues nuk kupton se si është varësi vetë, nuk e vën zvonësin e vet. Jo. Më fal, në këtë kohë janë shumë faktorë që ndikojnë. Si prezantohesh, me shkallësinë, me zotësinë, dhe edi këto shkallësi, zotësi për drejtuari ka vlerësuar. Se çfarë fshet pastaj individi, kjo është çështje tjetër. Kështu e perceptoj unë. Ka marrë malli për Fatostanë? Patjetër ka marrë malli. Ka marrë malli? Patjetër. Edi Rama e vrava, tha babajnë tim, tha. Po edhe e ka vlerësuar. Ani nga fundi kur Nano si ishte më i rrezikshëm? Bëri mirë, si mas konceptit tim, sepse përvoja e forcës tjetër politike tregoi që kur nuk distancohesh nga ishi, nuk bën asgjë. Tani Rama kërkon edhe i mandat 4. Duhet t'ja japi populli edhe i mandat 4? Unë kam bindje që do ja jap. Se shef ndryshimin, shef një ndryshim nuk ka qytet dhe qytetës që nuk është transformuar në drejtimin e kryeministrit Rama. I ka nikur dhe 1 milion shqiptar, Jo. Si jo? Nuk është e vërtetë. 1 milion jo. Po sa? Ka nikur 300.000. Ju e dini më mirë se unë. Edhe 300 nuk janë pak. Do iki prap. Do vinë. Është krejt normale. Ne luftuam. Sa fëmijë keni ju? 2. Një për mbesa? 2. Një nip dhe i mbes. Të gjithë këtu në Shqipëri? Të gjithë Shqipëri. Po pse s'ka nikur ata? Unë kam nipër e mbesa të mi, po unë kam një farefis shumë të madh në Elbasan, që s'ka ik asnjë. Që s'ka ik asnjë? Asnjë. Po ky që ka rasti veçantë? Asnjë, po. Unë kam dëshirë tani ta marr tërë fisin tënd ta sjell këtu në studio. Unë kam të them kaq, kam Po pse nuk ikin? Motra punojnë shumë mirë, punojnë ndërtim. Kam 5 nipër që punojnë ndërtim. Dhe dita e punës nuk u bi nga 40 euro. Nuk bie nën 40 euro. Kur ka punuar në firmë ndërtimi, i pagunim me 4.000 lekë vjetra. Dhe ju mendoni që zoti Rama duhet ta marrë një mandat 4? Duhet ta marrë dhe do ta marrë. Tani ju kishit një filozofi që kur rrin ujrat në një vend, s'rrin në një vend. Rama nuk rrin. 10 vjet kryeministër, edhe drejtor komunale, Rama nuk rrin në një vend. Ka aftësi lëvizse të jashtëzakonshme, nuk rrin në një vend. Nuk është nga ata që Jo, e kanë fjalën që çfarë do t'i japi më shumë Shqipërisë Rama në këto 4 vjet? Sipas jush. Sipas meje, Shqipëria ka nevojë për stabilitet. Edhe stabiliteti është krijuar. Ka nevojë që objektivin që ka për të pranuar në Bashkimin Evropian, më mbar se në këtë periudhë nuk ka qenë ndonjëherë Shqipëria. Dhe imazhi i Shqipërisë sot më mirë s'ka qenë ndonjëherë në historinë e vet. Po. Disa parametra të tjerë nuk thonë kështu. Opozita nuk thotë kështu. Po patjetër, ashtu është në drejtën e vet opozita. Edhe të thotë ashtu, edhe të shpifnë që s'është ashtu, është në drejtën e vet. Nuk thashë që opozita s'do ta bëjë. E ka pasur të lehtë apo të vështirë zoti Rama duke pasur përballë Sali Berishën? Unë mendoj që me herë të lehtë e herë të vështirë. Po me zotin Basha ka pas vetëm të lehtë? Zoti Basha arriti të rrezuar dhe shifrat flasin ndryshe. Në zgjedhjet e kaluara. Po? Po thuaj se ju ofruan. Aty ne jemi mësuar tani, edhe në media kështu të shahet Basha arrit rezultat, shif numrin e votuesve. Ju ka marrë malli për Bashën e socializmit? Jo, sa merr malli fare për Bashën. Basha bëri atë gabim në fillim që nuk u distancua nga ishi, se sot mund të qenë kryeministër. Su distancuar, bëri që tha babait i shpirtëror dhe ideologjik, edhe iku Basha. Tani, kur e ke takuar Edi Ramën për të fundit? Për herë të fundit unë e kam takuar para një viti. Një takim masiv, është shkputur, më ka përqafuar. Kismet, tha? Po. Ti e kismetim, tha? Më ka përqafuar dhe kaq. Tani, për këtë që të kujtoj aty, të ka marrë në telefon? Jo. Nuk të ka marrë në telefon? Jo. Po ti u bëre personazh numër 1? Jo, njëshi është njëshi.
Jo, u bëre personazh shumë i njohur fal asaj që tha. Unë e falenderoj. Po Musaj, zoti Ulqi? Musaj, po. Të mori? Po. Dhe çfarë tha? Që kështu kryeministri? Po, me Musaj maj marrëdhënie edhe sot kësaj dite shumë të mira. Pa, si jeni ju socialistët më, kështu jeni, të lidhur, a? Të lidhur patjetër. Po kjo lidhje na ka marrë gjallë. Tani, që ti do votosh Partinë Socialiste në 11 maj, kjo nuk ka vend për të diskutuar, po ata emrat aty, këtë do votosh? S'e kam vendosur. Që të jemi sinqert. Po pse nuk do votosh Edi Rama? Se në listën e mbyllur është Edi Rama? Po, Edi Rama nuk votohet. Është ato bosh. Kështu që unë akoma s'e kam vendosur, po rëndësi ka që të fitoj Partia Socialiste. Do nuk e ke këtë fare në preferencë veçantë. Jo. Sepse aty ka emra shumë të njohur. Ka shumë të njohur, shumë që i njoh. Deputet, ministra. Njerëz të nderuar, ashtu po, s'e kam vendosur. Ka dhe të rinj, madje. Po. Bile ka mundësi të votoj për në një të ri, unë se... Qofse regjia ka të mundur qarkun e Tiranës, se kemi atë qarqafin e math, atë fletën e votimit. Se si do votohet math qarqaf, math dhe... Gjeja di, ajo do para përgatitje. Qofse është e mundur regjia mund të vendosi atë qarkun e Tiranës, kandidatën për qarkun e Tiranës, sepse është shumë e bukur. Ti në fakt vetëm Partinë Socialiste do aty, s'do ato partitë e tjera. Vetëm atë do. Vetëm atë do. Vetëm atë. Si është atmosfera aty te lagja jote? Si? Shumë mirë. Shumë mirë. Pësën, ë? Shumë mirë. Pa, si jeni të organizuar. Tani, ti ke qenë që 95-ën. Ke kaluar një moment vështirë në atë kohë? Jo. Në moment e vështirë ka qenë kur votuar për referendumin. 95. 94. 94, në momenti më i vështirë. Po ju si ishit kryetar atë? Unë si ishte kryetar atë? Po ishte kryetar komisionit të votimit. E ishit kryetar, po pse ishte i vështirë? Ishte shumë i vështirë, fikishin dritat, fshiheshin fletë e votimit, poshtë karrikeve. Po? Dhe në numërim, se numëroshin atëherë numëroshin në qendrën e votimit. Në numërim përhiq gjë konflikte me njëri tjetrin, gjë që kaloi... Sa 96 nuk putin mes pas. 96 s'pati votim. Ishit ju në komision? Jo, kishte djalin. Djalin? Kishte djalin në komision, dhe duke bëj një gjiro të kinema Partizani, ndel një thotë, jemi tërheqi ka votimi përsoja. Unë shkoj për të interesuar, djali kështë dalë nga ato, edhe më thotë djali që erdhi një i shikut, dhe me vori pistoletën këtu në... Që thua? Në ashtu. Dhe tha unë ika. Në më thonë, nuk jem votime. Vetëm 96 është historia më e zezë e votimeve. Pa thonë për episodet tjera në përreth e që të thoshi... Po 97? 97 në përzidhet, po flet? Po, jo situata në 97. Jo, situata në 97 është që katrauar. Mos u përsërit që më, dhe nuk kam për të përsërit e më. Kam bindi që nuk do përsërit e më ato situata. Tani, ka ardhur keq që kryetari i Bashkisë Tiranës është në qeli u arrestuar? Më ka ardhur. Më ka ardhur keq. Duke vlerësuar me punën që janë bën në Tiranë këto vite nën drejtime, për punën më vjen keq. Kurse për individin, nëse ka gjunahe, le t'i japë dhe të përgjigjet para drejtësisë. Kurse për punën e vlerësojmë në maksimum. Ka vazhduar atë punën për të bërë Tiranën një qytet modern, të banueshëm. Tani, ju keni jetuar edhe komunizmin, edhe këtë pjesën tani, po pse po ngjajnë këto zhvillimet, këto prerje kokash tani në Partitë Socialiste, si ato të kohës Enver Hoxhës, Beqir Balluku, Mehmet Shehu, Kadri Azbiu, edhe tani Arben Ahmetaj. Ka një ndryshim, sepse unë atëherë kokat e priste udhëheqja e partisë. Dhe pastaj vjen lëvizje drejtësia. Po tani? Tani pret drejtësia dhe ja dorëzon kokat para politikës. Ka një ndryshim shumë të madh. Atëherë po të vendoste partia, s'pyeste një për drejtësinë. Nëse do të atakojë tani Edi Ramën, çfarë do t'i thoshe? Vetëm suksese. Vetëm suksese. Asgjë tjetër. Nga kampi kundërshtar për ta mbyllur nga Partia Demokratike, të sikletos fakti që edhe sondazhet tregojnë që ka rënë
mbështetja ndaj Partisë Socialiste dhe ka një lloj ngritje të Partisë Demokratike? Përkundrazi, çdo ditë ka rënje ke Partia Demokratike. Jo, unë po them për sondazhet, çfarë mendoni ju? Edhe sondazhet, ato që lexoj unë. Ato që lexoj unë tregojnë të kundërtën. Do ju thoni që nuk fiton Partia Demokratike? Jo. Nuk fiton? Jo. Ja, këtu vëm dhe bas. Po shumë botë ju socialistët 4 mandate. Ja, kjo është lista. Tani, Partia Socialiste është 5, thotë Edi Rama. Këtë do votosh aty? Ja ku janë ato ku ti të bësh. Dhe ishe e bukur ti. Roj Basha, Erion Braçe, Endrit Brahimllari, Krotida Bushka, Silda Çepele, Ardian Çepeli, Antonella Dede, Anila Denaj, Edlira Dyrmisha, Julinda Adhame. Për shembull, ky Erion Braçe ka mbetur i ri gjithmonë. Do ta votosh? Ka mbetur i ri gjithmonë. Do ta votosh? Do ta votoj. Do ta votosh? Një vot ke. Po ato do votosh Erion Braçe. Po. Erion Braçe një vot u deklarua këtu në emisionin Degalog nga Kismet Meta, adhuruesi i Edi Ramës. Ai që antarësoi Edi Ramën e ke votën të bërë publike nga Kismet Meta. Do votosh Erion Braçe, ja vlen. Ja vlen. Socialisti mirë. Socialisti mirë dhe deputet që meriton ta quhet deputet. Dhe kundërshtarët kanë respekt për atë, pavarësisht se sulmojnë e bëjnë, po kanë respekt për atë. Djalë punëtor, djalë i ndershëm. Djalë i ndershëm. Djalë i ndershëm, djalë punëtor, tani të vjen keq që socialistët tani ata në thelb, do të thënë ka shumë pak ja, Erion Braçe që fundi Pandeli Majko. Unë e krahasoj me organizatën time socialiste që nga 14 u bë 37 me 3. Po su rinovuan, kjo e krejnë kënetën, atë që thatë ju, kënetën. Këtu, ë? Këtu duhet prish këneta. Po kjo lista e këtyre tjerëve e PD-s e para njërë? Po. Ka në një kështu që preferon? Zonjën Tabaku, për shembull... E preferon, ë? E preferoj, po e kanë lënë, me sa duket e kanë... Jo, të listë hapur? Ja, listë hapur... E preferon, zonjën Tabaku? Zonjën Tabaku, grue zonja. Po ti ishe socialiste? Ti ishe socialiste do ta zgjedhim në kryetarët e partisë. Sa e bukur kjo. O sa e bukur kjo. O sa e bukur. Po mirë, do zgjidhet deputete si e ke? Besoj që jo. Besoj që jo? Çfarë thua? Po. Po ti ishe në PS do zgjidhej? Në kryetarë të partisë? Po ti do zgjidhej. Po ja, pse më ngasmove te kjo. Pse s'keni në kryetar ju të Partisë Socialiste? Keni vetëm Edi Ramën e pastaj ca vende boshe, pastaj vazhdojnë ata të tjerët. Janë të gjitha struktura atje. Atje janë struktura. Si jeni? E ka thënë Pjetër Arnori, ju si jeni sociali, ju jeni specialistë. Jeni specialistë? Jemi. Jeni, ë? Jemi specialistë, sepse pa specialist nuk bëhet vendi. Specialistët të shumë fusha, jo vetëm në një fushë. E kam shijuar shumë këtë bisedë, të falenderoj shumë zoti Kismet Meta. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën që më bat. Suksese në gjithë impenjimet tuaja, sepse ju jeni angazhuar tani edhe me zgjedhje. Patjetër. Vazhdon tani punën. Patjetër. Ja, sa ti ki? Ku do shkosh tani? Në kafe me shokut. Me shokut atje, për zgjedhjet. Thrasëm dhe në një të lëkundur, i thejme... Të lëkundur? Ka të lëkundur? Ka të lëkundur, patjetër. Sa e bukur kjo. Të falenderoj, ishe kënaqësi. Falenderoj për ju. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot nga unë Lançafoku, mirupafshim.